Posta e Gostivarit është pajisur me 5 vetura të reja, donacion nga qeveria, me qëllim të përmirësimit të shërbimeve postare dhe rritjen e efikasitetit në shpërndarjen e dërgesave. Pranim dorëzimi i automjeteve u realizua në praninë të drejtorit të përgjithshëm të postave të Maqedonisë, Orhan Kurtishi, i cili theksoi se investimet të reja janë parapar edhe në pjesën e infrastrukturës. Siç e shihni, të gjitha veturat janë të reja, besoj që do t'ju ndihmojnë jashtëzakonisht në mbarvajtjen e punës së përditshme dhe shpresoj që do të ketë shërbime më efikase dhe më efektive për të gjithë banorët e këtij rajoni që e mbulon njësia rajonale e Gostivarit. Në vazhdim presim që të kemi edhe investime tjera në të gjithë Republikën e Maqedonisë së Veriut, posaçërisht edhe në pjesën e Gostivarit dhe Tetovës. E dim se edhe në pjesën e infrastrukturës së objekteve është lënë goxha kohë masdore kjo punë dhe mendojmë se duhet të fillojmë të investojmë edhe në atë pjesë. Drejtori i postës së Gostivarit Abedin Yunusi vlerësoi se bëhet fjalë për një nga investimet më të rëndësishme në këtë sektor në më shumë se një dekadë, duke shtuar se automjetet e reja pritet të ndikojnë drejt për drejt në rritjen e efikasitetit të shërbimeve postare. Faleminderit drejtorit general i cili ja donoi 5 vetura, një donacion i cili ka munguar ndër vite në Gostivar. Unë jam i punësuar diku në 2008, veç në vitin 2011 kena pas një vetur të re. E kjo nënkupton që tashmë ne do të jena relacioni post-klient do të jetë më i shpejt dhe më i sakt. Unë e falenderoj drejtorin i cili kërkesës time për 3 vetura, u tregu shumë solidar edhe na dërgoi 5 vetura. Tash ne besoj se do t'ja kthejmë me angazhim maksimal dhe me punë. Zëvendës drejtori i postave të Maqedonisë tha se automjetet janë të reja dhe të pajisura me kushte bashkëkohore për realizimin e shërbimeve për të cilat janë dedikuar. Automjetet janë të modelit më të ri Fiat dhe janë të pajisura me sisteme moderne navigimi, sensor, kamera sigurie dhe klim, duke garantuar transport më të sigurt të dërgesave dhe kushte më të mira pune për postierët. Vlera e përgjithshme e donacionit arrin rreth 6 milion denar, ndërsa në planet e ardhshme të postës mbetet edhe furnizimi me mjete të tjera transporti si moped e biçikleta për postierët.